Surja e Shuara, Mekase, 53 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Hamim. Ha, Mim. Ain Sin Qaf. Ain, Sin, Kaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. Kështu Allahu, i plot fuqishmi, i urti, të frymëzon ty, o Muhammed, ashtu siç i ka frymëzuar edhe ata para teje. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. Ati i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe gjithçka që gjendet në tokë. Ai është i larti, i madhërishmi. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Qiejt, gati sa nuk qahen nga sipër prej madhështisë së Allahut, ndërkohë që engjëjt lavdërojnë e falenderojnë Zotin e tyre dhe kërkojnë falje për ata që janë në tokë. Me të vërtetë që Allahu është falësi dhe mëshirëploti. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. Allahu është mbikëqyrës mbi ata që zgjedhin mbrojtës përveç ti, ndërsa ti, o Muhammed, nuk je kujdestari tyre. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Dhe kështu pra, ne të kemi shpallur ty një Kur'an në gjuhën arabe, për të paralajmëruar popullin e Mekës dhe ata rreth saj, për t'i paralajmëruar ata për ditën e cila do të vijë me siguri, kur të gjithë njerëzit do të tubohen, disa në xhenet e disa në xhehenem. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Sikur të donte Allahu, do t'i kishte bërë të gjithë të një besimi, por ai pranon në mëshiren e vet këtë doj, kurse mohuesit nuk kanë as mbrojtës, as ndihmës. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Val, a mos zgjedhin ata mbrojtës tjetër përveç atij?
Sigurisht vetëm Allahu është mbrojtësi. Ai i ngjall të vdekurit dhe është i fuqishëm për çdo gjë. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Për çfarëdo gjëje që ju të diskutoni, fjala e fundit i përket Allahut. Ky është Allahu, Zoti im. Unë tek ai mbështetem dhe tek ai kthehem i penduar. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Krijues i qiejve dhe i tokës, ai ju ka dhënë bashkëshorte nga vetja juaj për t'ju shumuar, si edhe bagëti në çifte. Asgjë nuk i shëmbëllen atij. Ai i dëgjon të gjitha dhe i sheh të gjitha. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Tek ai janë qelsat e qiejve dhe të tokës. Ai ja zgjeron mjetet e jetesës kujt doj, por edhe ja pakson kujt doj. Vërtet, ai është i gjithdijshëm për çdo gjë. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Ai ka urdhëruar për ju atë fe, të cilën ta zbuloi ty o Muhammed, dhe që pati urdhëruar për Nuhun, Ibrahimin, Musain dhe Isain, duke thënë: qëndroni në fenë e drejtë dhe mos u përçani në të. Por për idhujtarët është e rëndë ajo në të cilën po i fton ti. Allahu zgjedh për këtë fe këtë doj dhe udhëzon drejt saj çdo që kthehet tek ai me pendim. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Sidoqoftë, ata u përçan midis tyre prej smirës, vetëm pasi u erdhi dienia. Dhe sikur të mos kishte paraprirë fjala e Zotit tënd për shtyerjen e dënimit deri në një afat të caktuar, ata do të gjykoheshin menjëherë. Edhe ata që trashëguan librin më pas, dyshojnë thellë në të. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم
Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata baynana wa baynakum Allahu yajma'u baynana wa ilayhi al-masir. Andaj, ti thirru dhe bëhu këmbëngulës ashtu siç je urdhëruar. Mos i ndiq epshet e tyre dhe thuaj: Unë besoj çdo libër që e ka shpallur Allahu dhe jam urdhëruar që të gjykoj drejt midis jush. Allahu është Zoti ynë dhe Zoti juaj. Veprat tona janë për ne, e veprat tuaja janë për ju. Midis nesh dhe jush nuk ka kurfar mosmarrveshjeje. Allahu do të na tuboj të gjithëve dhe tek ai do të kthehemi të gjithë. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Sa për ata që polemizojnë rreth Allahut, pasi i janë përgjigjur atij, arsyetimet e tyre do të jenë të pavlefshme te Zoti i tyre. Mbi ata do të bjerë zemrimi i tij e do të dënohen ashpër. Allahu alladhi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan wama yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Allahu është ai që e ka shpallur librin me vërtetësi dhe drejtësi. E si do ta dije ti që ndoshta dita e Kiametit është afër? يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Kiametin kërkojnë ta shpejtojnë ata që nuk besojnë në të, kurse ata që besojnë kanë frikë nga ai dhe dinë se është plotësisht i vërtet. Padyshim, ata që kundërshtojnë për ditën e Kiametit janë në një gabim shumë të madh. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul aziz. Allahu është i mirë me robërit e vet dhe i jep begati kujt doj. Ai është i plot fuqishëm dhe i pushtetshëm. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Ati që dëshiron shpërblim në jetën tjetër, ne do t'i shtojmë atë. Ndërsa ati që dëshiron shpërblim në këtë jetë, ne do t'i japim pjesë prej saj, por ai nuk do të ketë pjesë në jetën tjetër. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. A kanë ata idhuj të cilët u kanë caktuar një fe që nuk e ka lejuar Allahu? Sikur të mos kishte qenë fjala e vendimit të mëparshëm, ata do të ishin gjykuar me një herë. Për keqbërësit është përgatitur një dënim i dhëmshëm. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم
والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Atë ditë, ti do t'i shohësh keqbërësit se si të merrohen për atë që kanë fituar, ndërkohë që ndëshkimi ynë do t'i godas me siguri, ndërsa ata që kanë besuar dhe bërë vepra të mira, do të jenë në kopshtet e mrekullueshme të xheneteve. Ata do të kenë te Zoti i tyre çfarë të duan. Kjo është dhurata e madhe. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Kështu i gëzon Allahu robrit e vet që kanë besuar dhe që kanë bërë vepra të mira. Thua ju, për këtë nuk kërkoj kurfar shpërblimi tjetër prej jush përveç respektit për mua, për hir të farefisnis që kemi. Atij që bën vepër të mirë, ne do t'ia shtojmë shpërblimin. Allahu me të vërtet është falës dhe mirënjohës. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. A thon ata, ai, Muhamedi a.s. trillon gënjeshtra për Allahun. Po të donte Allahu do ta vuloste zemrën tënde. Allahu e shkatërron të pavërtetën dhe e forcon të vërtetën me fjalët e veta. Ai e di mirë çka në zemrat e tyre. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Ai e pranon pendimin e robërve të vet, i fal gjunahet dhe i di të gjitha çfarë punoni ju. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. Ai u përgjigjet lutjeve të atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, e u jep edhe më tepër prej dhuntisë vet, kurse për mohuesit do të ketë dënim të ashpër. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. Sikur Allahu t'i shtonte mjetet e jetesës për robërit e vet, ata do ta mbushnin tokën me mbrapshti, por ai u jep me mas, sa dëshiron, sepse ai i njeh dhe i sheh mirë robërit e vet. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Është ai që e zbret shiun kur ata kanë humbur çdo shpresë dhe përhap mëshirën e vet. Ai është mbrojtësi i vërtet dhe i denjë për falënderim. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة
وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. Një prej shenjave të tij është krijimi i qiejve dhe i tokës dhe i qenieve të gjalla që ka shpërndar nëpër to. Ai është i fuqishëm ti tu boj ata kur të doj. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Çfarëdo fatkeqësie që ju godet është si pasojë e asaj që keni bërë vetë, por ai fal shumë. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Në këtë tokë, ju nuk mund t'i shpëtoni atij, sepse veç Allahut nuk ka tjetër mbrojtës apo ndihmës për ju. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. Një prej shenjave të tij janë anijet e mëdha që lundrojnë në det si malet. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Nëse ai do, e qetëson erën dhe ato mbesin të palëvizshme në sipërfaqen e tij, detit. Këtu ka shenja për çdo kënd që është i durueshëm dhe mirënjohës. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. Ose ai mund t'i fundos anijet për shkak të gjunaheve që kanë bërë ata. Sidoqoftë, ai fal shumë. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. Le ta din ata që vënë në dyshim shenjat tona, se nuk kanë ku t'i shmangen dënimit ton. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Çdo gjë që ju është dhënë juve është vetëm kënaqësi në jetën e kësaj bote, por shpërblimi i Allahut është më i mirë dhe më i përhershëm për ata që besojnë dhe mbështeten te Zoti i tyre. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Për ata që ruhen prej gjunaheve të mëdha e mbrapshtive dhe që kur i zemron dikush, falin. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Për ata që i përgjigjen thirrjes së Zotit të tyre, e falin namazin rregullisht dhe këshillohen për punët e veta me njëri tjetrin. Për ata që ndajnë lëmosh prej asaj që u kemi dhënë ne. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. Dhe për ata që kur i godet ndonjë padrejtësi e madhe, i bëjnë qëndres dhe marrin hak. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Shpërblimi për të keqen
është I njëjtë me atë të keqe. Por atë që fal dhe pajton, e pret shpërblimi I Allahut. Ai, në të vërtet, nuk I do të padrejtët. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. Për atë që përgjigjet kur I është bërë një padrejtësi, nuk ka kur farë qortimi ndaj tij. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Qortim ka vetëm kundër atyre që u bëjnë keq njerëzve dhe që pa të drejtë mbjellin nga tërresa në tokë. Për ata ka dënim të dhëmshëm. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Kushdo që duron dhe fal, ta di se në të vërtet, këto janë nga veprimet më të virtytshme. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ. Për atë që Allahu e shpijen humbje, nuk ka mbrojtës tjetër përveç Tij. Ti do të shohësh se si keqbërësit kur ta shohin dënimin do të thonë: a ka ndonjë rrugë për të kthyer? وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. Ti do t'i shohësh se si do të përballen me zjarrin, të përulur nga poshtërimi dhe duke parë tinzisht me bish të syrit. Ata që kanë besuar do të thonë: me të vërtet që humbësit janë ata që kanë humbur vetveten dhe familjen e tyre në ditën e Kiametit. Me të vërtet, keqbërësit do të vuajnë një dënim të përhershëm. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. Ata nuk do të kenë asnjë mbrojtës që do t'i ndihmojë në vend të Allahut. Për atë që Allahu e shpije në humbje, s'ka kurfar rrugë shpëtimi. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Përgjigjuni thirrjes së Zotit tuaj para se të vijë dita, të cilën Allahu nuk e kthen më. Atë ditë ju nuk do të keni kurfar strehimi dhe nuk do të mund të mohoni. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. Nëse ata kthejnë kurrizin, dije se ne nuk të kemi dërguar ty, o Muhammed, si roj për ata. Detyra jote është vetëm që të kumtosh. Kur ne I japim njeriu të shijoj në mëshirën tonë, ai I gëzohet asaj. Por nëse atë e godet ndonjë e keqe për shkak të asaj që kanë bërë duart e tij, atëherë ai bëhet mosmirnjohës I vërtet. Lillahi mulku s-samawati wal-ard, yakhluqu ma yasha'. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. I Allahut është pushteti mbi qiejt dhe tokën. Ai krijon çfarë të dojë. Ai I dhuron vajzat kujt të dojë e djem kujt të dojë. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Disave u dhuron të dyja gjinit, djem e vajza, e këtë doj e lë pa fëmijë. Vërtet, ai është I gjithdijshëm dhe I fuqishëm. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Asnjë njeriu nuk I është dhënë t'i flas Allahu, përveç se me anë të frymëzimit, ose pas perdes, ose me anën e një kumtuesi, engjëlli, të dërguar me lejen e tij, për të shpallur vullnetin e tij. Ai, me të vërtet, është I lartë dhe I urtë. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Dhe kështu, ne të kemi dërguar ty shpallje me urdhërin dhe vullnetin ton. Ti më parë nuk e ke ditur se çfarë është libri e as ç'është besimi, por atë, Kuranin, ne e bëm dritë, me anë të se cilës udhëzojmë këtë duam nga robërit tanë. Ti, me të vërtet, udhëzon në rrugën e drejtë. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ila Allahi tasirul umur. Në rrugën e Allahut, të cilit I përket gjithçka që ndodhet në qiej dhe gjithçka që ndodhet në tokë, dhe vërtet, tek Allahu kthehen të gjitha çështjet.